Rozmarina, bima që po hiqmen të gjithë dhe nuk ngeli njeri pa e provuar. Rozmarina është një barishte, vaj të cilës përdoret për të përgatitur receta të ndryshme, kryesisht për probleme me tretjen, duke përfshirë urthin, gazrat e zorëve dhe humbjen e ureksit. Përdoret gjithashtu për probleme të mëlçisë dhe fshikëzës së tëmthit, përdesit, kollës, dhimbjeve të kokës, presionit të lartë, presionit të ulët, stresit, depresionit dhe të tjera. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Disa nga përdorimet e rozmarinës janë gjithashtu edhe për të përmirësuar shëndetin. Rozmarina aplikohet në lëkurë për të parandaluar dhe trajtuar rënien e flokut. Përdoret gjithashtu për trajtimin e problemeve të qarkullimit, dhimbjeve të dhëmbit, sëmundjeve të mishrave të dhëmbëve dhe gjendjeve të lëkurës të quajtura ekzema. Përdoret gjithashtu edhe në terapi të ndryshme. Në ushqim rozmarina përdoret si erëzë. Gjethet e saj përdoren në ushqim dhe vaj përdoret në pije. Në prodhim vaj rozmarinës përdoret si një përbërës aromatik në sapun dhe në parfum, por si punon ajo? Megjithëse nuk është e qartë se si funksionon rozmarina për humbjen e flokut, aplikimi i tij në lëkurën e kokës arrit gjithashtu edhe qarkullimin dhe nxit përmirësimin e shëndetit të flokut. Dëshmitë tregojnë se rozmarina është një bimë e cila mund të japë përfitime të mira në shëndetin tuaj. Sipas Stepduel, do të rendisim disa nga përfitimet kryesore që do të merrni nëse shtoni rozmarinën në përditshmërinë e recetave tuaja. Rozmarina është një bimë që mund të japë shumë përfitime në shëndetin tuaj të flokëve. Ullumtimet e hershme kanë treguar se aplikimi i vajit të rozmarinës dhe vajrave të livandos në lëkurën tuaj të kokës mund të përmirësojnë rrjedhjen e qarkullimit të gjakut dhe të përmirësojnë gjithashtu rritjen e flokut tuaj, duke u siguruar të keni flok më të shëndetshëm dhe më të mbrojtur. Bima e rozmarinës është një bimë fantastike që mund të japë gjithashtu edhe përfitime kundër artritit. Kërkimet e hershme tregojnë se marrja e një produkti që përmban rozmarinë, kërcellë dhe acide olenolik mund të zvogëlojnë dhimbjet lidhur me artritin. Dëmtimi gjithashtu mund të jetë më i lehtë tek luhatjet e sheqerit. Një nivel i lartë i proteinave që gjenden tek personat me diabet është një shënjues i hershëm i dështimit të veshkave diabetike. Kërkimet e hershme sugjerojnë se marrja e një produkti që përmban rozmarinë mund të ulë sasinë e proteinës në urinë nëse merret si standard me këshillën e një eksperti. Rozmarina është një bimë fantastike që mund të evitojë edhe lodhjet mendore. Kërkimet e hershme tregojnë se marrja e rozmarinës nuk përmirëson vetëm vëmendjen, por edhe energjinë mendore të të rriturit, të cilët do vuajnë nga këto komplikacione, citojnë ekspertët. Rozmarina është një bimë fantastike që mund të ndihmojë shumë në betejën kundër hipotensionit. Ullumtimet e hershme tregojnë se marrja e vajit të rozmarinës 3 herë në ditë do të rrisë numrin më të lartë të lehtësimit të presionit të gjakut dhe numrin e poshtëm të njerëzve me presion të ulët të gjakut. Presioni i gjakut duket se kthehet në vlerat e tij normale pas përdorimit të rozmarinës. Rozmarina është një bimë fantastike që ju ndihmon gjithashtu në betejën kundër stresit. Disa studime të hershme sugjerojnë se aromaterapia e vajit të rozmarinës dhe vajit të livandos mund të zvogëlojnë ritmin e pulsit, por jo të presionit të gjakut të njerëzit që marrin teste. Por studimet tregojnë se aplikimi i vajit të rozmarinës në kyçe arrit ndjenjën e ankthit dhe tensionit gjatë tenëstimit. Gjithashtu, vaji i rozmarinës mund të përdoret edhe kundër djedhit të fortë dhe të përmirësojë cilësinë tuaj të lëkurës. Rozmarina ofron një mori përfitime shëndetësore që shtrihen shumë prej tyre në rolin e saj si një erëzë aromatike. Ja disa nga përfitimet e tjera që do të merrni me përdorimin e rozmarinës sipas Bright Side. Shëndeti i njohës dhe rritja e kujtesës do të jetë një prioritet me përdorimin e kësaj bime. Është aroma e rozmarinës që të përmirësojë ruajtjen e kujtesës dhe qëndresën mendore, duke e bërë atë një mjet të shkëlqyer për studentët ose çdo që kërkon të rrisë aftësinë njohëse dhe të mbrojë qelizat e trurit nga dëmtimi. Efektet antioksiduese dhe antiinflamatore të rozmarinës mund të jenë një ndihmë efikase. Rozmarina është e mbushur me antioksidantë të fuqishëm dhe me përbërës
anti-inflamator. Antioksidantët do të neutralizojnë kështu edhe problemin e radikaleve të lira, duke reduktuar stresin oksidativ, që lidhet gjithashtu edhe me probleme të ndryshme kundër komplikacioneve, siç mund të jenë ato të radikaleve të lira që nxisin probleme me shëndetin e zemrës dhe plakjen. Përfshirja e rozmarinës në vaktet tuaja ditore mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në rastin tuaj specifik. Shëndeti i tretës do të lehtësohet gjithashtu edhe problemi gastrointestinal. Rozmarina bën që të shtoni prodhimin e lëngut biliar, i cili është shumë i rëndësishëm në situatën tuaj në procesin e përmirësimit të tretjes, duke reduktuar kështu simptomat e fryrjes dhe dispepsin. Ekspertët këshillojnë çajin e rozmarinës si një ndihmë mjaft të mirë ushqyese në rastin e problemeve të ndryshme që i kanosen organizmit. Ekspertët këshillojnë përdorimin e rozmarinës për personat që vuajnë nga shqetësimet e tretjes, kështu ndikimi i saj në organizëm do të jetë gjithashtu edhe më i fuqishëm dhe më i plotë. Ato mbështesin sistemin tuaj imunitar. Përdorimi i vajit të rozmarinës ose pirja e çajit të rozmarinës gjatë sezonit të ftohjes ose të gripit mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për të nxitur organizmin e fortë dhe për të evituar komplikacionet e tij, duke përmirësuar kështu sistemin tuaj imunitar. Rozmarina është një bime që praktikisht mund të përmirësojë ndjeshëm edhe sistemin e rrugëve të frymëmarrjes. Ajo mund të përdoret në forma të ndryshme. Thithja e avujve të rozmarinës ose pirja e çajit të saj mund të ndihmojë në hapjen e rrugëve të frymëmarrjes. Kjo është veçanërisht e dobishme në trajtimin e kollës, ftohjes dhe infeksioneve të frymëmarrjes. Shëndeti juaj i flokëve do të përfitojë ndjeshëm gjithashtu nga përdorimi i rozmarinës. Gjithashtu, vaji i rozmarinës është i njohur si një stimulues rigjenerues për skalpin tuaj të kokës, duke ju ndihmuar të përmirësoni strukturën e flokut dhe të evitoni gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Përdorime të tilla të kësaj bime mund të jenë një ndihmë shumë e mirë edhe në shëndetin tuaj të flokut. Masazhimi i rregullt me vajin e rozmarinës mund të jetë gjithashtu një përzgjedhje më e mirë për të nxitur qarkullimin e gjakut në skalpin e kokës, dhe në fund rezultatet që do të merrni do të jenë fantastike edhe kundër zbogthit. Shëndeti juaj kardiovaskular do të jetë i rrallës nga përfitimet që do të merrni me përdorimin e rozmarinës në përditshmërinë tuaj. Rozmarina është një bimë që gjen përdorime të gjëra në shëndetin tuaj. Një prej tyre është edhe ajo për ndihmën që ofron shëndetit kardiovaskular. Rozmarina do të përmirësojë qarkullimin e gjakut, i cili është jetik për shëndetin tuaj kardiovaskular. Madje disa studime kanë treguar se rozmarina mund të ndihmojë në uljen e niveleve të kolesterolit të keq dhe të rrisë gjithashtu përfitimet më të mira të kolesterolit të mirë. Shëndeti mendor do të lehtësohet, do të përmirësohet ndjeshëm dhe do të parandaloni problemet që shkakton edhe stresi. Aroma e rozmarinës është një tregues se zvogëlon nivelin e kortizolit, hormoni që mund të lidhet me stresin dhe të përmirësojë gjithashtu humorin tuaj. Kështu që pirja e çajit të rozmarinës mund të nxjisë një relaks më të mirë të trupit dhe të parandalojë komplikacionet e tij. Ajo mund të zvogëlojë ankthi dhe të përmirësojë mirëqenien tuaj mendore, si dhe duke nxitur një gjumë më të mirë. Shëndeti i lëkurës edhe kundër plakjes do të përfitojë ndjeshëm me përdorimin e kësaj bime. Antioksidantët në rozmarin, veçanërisht acidi rozmarik, do të ndihmojë gjithashtu në luftimin e shenjave të plakjes dhe do të përmirësojë ndjeshëm shëndetin tuaj në tërësi. Ndaj, përdorime të tilla të kësaj bime mund të jenë një alternativë e çmuar për organizmin tuaj. Rozmarina është një bime që praktikisht mund të sjellë shumë përfitime edhe në menaxhimin më të mirë të peshës tuaj trupore, duke përmirësuar kështu edhe ndjekjen e kalorive dhe duke nxitur një organizëm më të vlefshëm dhe më të shëndetshëm. Në fund, rezultatet që do të merrni do të kenë ndikime pozitive në përditshmërinë tuaj. Vëmendje, ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj
ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.